Tërhiq, largo, nese. Po atë natë ndar kemi pas diskutimin tonë të digital, pastaj kemi pas shumë diskutime tjera. E dija që kishte një lexoja, një dritë në fund tunelit. Edhe nuk e di pse nuk doja vetëm, domethënë sa herë vinin këto mendime, aq herë thoya vetes time, jo, mendo të kundërtën, kupton? Se mendoja njerëzit e mi, fjalët e mia që i kisha thënë vetes time. Po gimboj njëkohësisht, nuk dua, ta kam thënë një ditë tjetër, nuk dua t'i vendos një titull çfarë ndjej për ty, se është lehtësisht e kuptueshme. Po ama, realisht, edhe kjo është way too honest të amerikanët. Do të thonë, më shumë se sa e sinqert. Që në të vërtetë, ndonjëherë në jetën time unë nuk jam ndjek aq mirë. Edhe jam shumë e bindur që kjo nuk ka të bëjë për faktin që ne jemi të izoluar, edhe si e ka lidhë Dioni shprehje që këtu mund të bësh dashuri me kolltukun, the thash, sepse unë jam një njeri që të qëllimet e mia jam shumë e fokusuar, edhe shumë e qartë çfarë unë dua dhe çfarë nuk dua. Edhe ajo më në një prej atyre njerëzve që ti e do një tonë. Po, më beso të mos ishe, nuk të kisha harxuar 1 minutë eksperiencës time për ta dedikuar ty. Kjo është eksperiencë që për mua, unë nuk e di pse njerëzit tu e trajtojnë si kështu, si me një fregisë, nuk di unë si mendjemasi që unë këtu jam, nëse se jam këtu unë ikin shpitime. Kjo është një dritare shumë e madhe për gjithë secili nga ne, kupton? Unë jam way too grateful që unë jam këtu, kupton? Dhe duhesh me qenë mirënjohëse, sepse është në fund të fundit, sikur të mos jetë asgjë, është eksperiencë e jetës tënde. Kupton?